Baza britanike në Akrotiri të Qipros është vendosur në alarm pasi një sulm i dytë me dron nga ana e Iranit është parandaluar mesditën e kësaj të hëne. Sipas përfaqësuesit të Republikës së Qipros, 2 mjet ajrore pa pilot që po lëviznin në drejtim të bazave britanike në Akrotiri u interceptuan në kohën e dur. Ekziston një kërcënim i vazhdueshëm për sigurinë, ju lutemi ktheuni në shtëpitë tuaja dhe qëndroni brenda deri në një njoftim të mëtejshëm zyrtar, largohuni nga dritaret dhe fshihuni pas ose nën mobilje të forta, ju lutemi prisni udhëzime të mëtejshme, thuaj në mesazhin e dërguar punonjësve të bazës britanike. Në të njëjtën kohë, aeroporti i Pafosit po evakuohet, ashtu si edhe baza britanike në Dhekelia, ndërsa një mobilizim i madh është bërë edhe në ambasadën amerikane në Nikozia. Pas sulmit të radhës është aktivizuar doktrina e mbrojtjes së unifikuar greko-qipriote me ministrin e mbrojtjes Nikos Dendias, që njoftoi se Athina po dërgon 2 fregatat, Kimonas dhe Kentaurus, dhe avion F-16 për të mbrojtur Qipron nga sulmi iranian. Zoti Mitsotakis pati një bisedë pak më parë me zotin Christodouloulis. Jam në komunikim të vazhdueshëm me homologun tim pas sulmeve të paprovokuara, e sigurova se Greqia do të kontribuojë në mbrojtjen e Qipros gjatë gjithë krizës. Pas kësaj, edhe në përputhje me një vendim të fundit, fregata Kimon po dërgohet menjëherë, si edhe një fregatë e dytë greke që do të mbajë sistemi Kentaurus. Avion luftarak F-16 po dërgohen gjithashtu në Republikën e Qipros. Gjithashtu, për një koordinim më të mirë, unë do të udhëtoj nesër për në Qipro me shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë greke, tha Dendias pas përfundimit të takimit të Këshillit të Mbrojtjes. Ndërkohë, Ministria e Brendshme e Qipros njoftoi masa parandaluese në zonën e Akrotiris. Më hollësisht, Mbrojtja Civile ndërmori masa parandaluese për të informuar popullsinë në lidhje me mundësinë e akomodimit në zonën Ken të Limassolit. Ekipet e Mbrojtjes Civile mbeten në vend në distriktin bashkiak të Akrotiris për të informuar banorët dhe për të ndihmuar në transferimin e qytetarëve që dëshirojnë të shkojnë në zonat e akomodimit të përkohshëm, ndërsa po kryen patrullime për të ofruar çdo ndihmë banorëve nëse është e nevojshme. Në rast nevoje, sirena do të bien në zonat e prekura dhe njoftimet do të bëhen përmes kanaleve të ndryshme, duke përfshirë radion dhe televizionin, në mënyrë që popullsia të informohet dhe të mund të drejtohen në strehan e tyre më të afërt.